javë të mbarë për të gjithë ju. Sot keni një dhuratë shumë të vyer. A e dinit që mund të mësosh cilat janë pikërisht ëndrat tuaja në ndërgjegjen tuaj që i ndiqni një jetë të tërë vetëm me ditën e lindjes. Po ja u jap të gjitha së bashku këtu dhe më shkruani ju kur jeni lindur në komentet tuaja. Le të fillojmë. Në grupin e parë, personat e lindur në datën 1, 10, 19 dhe 28 të çdo muaji, ëndra e tyre në bazë të ditës të lindjes është: e ndërrojnë të lejnë gjurmë të veta në botë, dëshiron të ketë sukses, të ndalet dhe të ndjej se jeta e tij ka një qëllim, të dallohet dhe të ndjej se jeta e tij ka një qëllim. Më shkruaj në qoftë se është vërtet dhe e ke kuptuar që kjo është dëshira jote më e madhe. Atëherë, grupi i dytë, personat e lindur në datën 2, 11, 20 dhe 29 të çdo muaji, kanë ëndër dhe ndërrojnë një marrëdhënie të thellë, dashuri, qetësi dhe njerëz që e kuptojnë vërtet. Siguria emocionale është ëndra juaj më e madhe dhe nga ju pres të njëjtën gjë, sa e vërtet është dhe më shkruani kur jeni lindur. Grupi i tretë, personat e lindur në datën 3, 12, 21 dhe 30 të çdo muaji, ëndra e tyre më e madhe është: ndëron të shprehesh lirshëm, të krijosh, të frymëzosh dhe të jetosh një jetë plot gëzim, udhëtime dhe përvoja të bukura. Grupi 4, personat e lindur në datën 4, 13, 22 dhe 31 të çdo muaji, ëndra juaj është: ndërroni stabilitet, një shtëpi të sigurt, siguri financiare dhe një jetë të ndërtuar mbi themele të forta. Grupi 5, personat e lindur në datën 5, 14 dhe 23 të çdo muaji, ëndra juaj më e madhe është: ndërroni lirinë, dëshironi të udhtoni, të njihni njerëz të rinj, të ndryshoni, të zhvilloheni dhe të mos ndiheni kurrë i kufizuar. Ju jeni personat që doni më tepër liri. Grupi i 6, personat e lindur në datën 6 të çdo muaji, 15 dhe 24, ndërroni një familje të bukur, dashuri, harmoni dhe njerëz që e duan sinqerisht. Dëshiron të krijojnë një botë të ngrohtë rreth vetes. Grupi 7, personat e lindur në datën 7, 16, 25, ndërron të kuptojë qëllimin më të thellë të jetës, kërkon urtësi, dije, zhvillimi shpirtëror dhe përgjigje të vërteta. Grupi 8, personat e lindur në datën 8, 17 dhe 26 të çdo muaji, ndërron sukses të madh, bollëk financiar, fuqi dhe ndikim. Dëshiron të provojë para se të gjithave dhe të provosh para gjithçka tek vetja jote se çfarë je në gjendje të arrish. Do të thënë, ke shumë fuqi të madhe ti që je në grupin e 8. Grupi i 9 dhe i fundit, personat e lindur në datën 9, 18, 27, janë persona të cilat ëndra e tyre është të ndërrojnë të lejnë diçka të rëndësishme mbas vetes. Dëshiron të ndihmojnë njerëzit, të frymëzojnë dhe ta bëjnë botën pak më të mirë me praninë e tij ose të saj. Këto ishin disa nga parashikimet në bazë të ditës të lindjes tuaj, duke mësuar për ëndrat tuaja në ndërgjegjen më të fshehtë. Por ju që i keni kuptuar, më shkruani, është e vërtet, por ju që si keni kuptuar, është shumë e mirë që këtë informacion ta përdorni, që të filloni të shkoni drejt kësaj ëndre që vërtet keni ardhur në bazë të ditës të lindjes.
Për ju që dëshironi të mësoni më tepër për ditën e lindjes dhe të bëni analizën e plot në të gjitha fushat e jetës tuaj, jam këtu, Merita Cake, analistria e kontratës të shpirtit, por jo vetëm, por dhe ndërmjet dy partnerve, shokëve dhe shoqeve, nënës tuaj, djalit tuaj, vajzës tuaj, të nxjerrim ditën e martesës, të fejesës dhe shumë e shumë të tjerë. Gjithashtu, si do shkoj biznesi juaj dhe kur është krijuar, kur duhet ta krijoni një biznes të ri. Dhe jo vetëm, mund të mbaheni dhe të dëshironi të bëni dhe artën konkrete në bazë të ditëlindjes tuaj, si të shkojë çdo gjë nga viti në vit, nga ditëlindja në ditëlindje dhe çdo muaj. Në të njëjtën kohë, mund të marrësh dhe trajnimin e këtyre informacioneve të jashtëzakonshme. Të gjitha këto informacione të bëhen tuajat, për veten tuaj, për njerëzit tuaj të afërm, por në të njëjtën kohë, ju mund të bëheni edhe bashkëpunëtorët e mi, të mundet të merrni certifikatën tuaj dhe të punoni përsëri ashtu si edhe unë me analizën e kontratës të shpirtit dhe buzlla kryesore vetëm me ditën e lindjes dhe jo vetëm. Për gjithçka, jam Merita Cake, udhëheqëse mentore e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Jam udhëheqëse e metodës për herë të parë në Shqipëri, sistemi përfaqësik transformues 333. Jam shkrimtare e 6 librave, 2 në greqisht dhe 4 në shqip, dhe shumë metodave të ndryshme që do të ndihmojnë në terapi private dhe në grupe. Gjithashtu mos harroj t'ju kujtoj se në datën 10 korrik do jem në Kosovë, kush është nga Kosova dhe më dëgjon dhe do të gjendet atje, më shkruaj për më tepër informacione. Dhe në datën 18 në Tiranë në eventin Kush je në të vërtetë. Do takohemi nga afër dhe vërtet ajo ditë do të ndihmojë që ti të marrësh në dorë jetën tënde dhe të vendosësh pikërisht atë që ti do të bësh dhe ke ardhur ta bësh në këtë jetë. Për shumë gjëra, të mësojmë dhe hierarkin dhe shumë të tjera. Ju mirëpres, ju dua shumë, shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë, sepse sa më shumë të mësojmë dhe sa më shpejt të mësojmë këto informacionet, aq më mirë për ne. Ju dua shumë dhe ju përshëndes.